me vlerë deri në 100.000 euro. Ky do t'jetë tavani. Dhe do t'i merrni këto kredi me interesa të ulta, të buta, sepse qëllimi i bankës nuk do t'jetë fitimi, ndaj do t'a mbajmë 100% shtetërore kapitalin, por do t'jetë financimi i atij fermerit që do të mbjellë tokën, do të ndërtoj serën, do të ndërtoj fermën blegtorale, që të mos ikë jashtë shtetit, po të qëndroj këtu te toka e të parëve. Ju i keni dëgjuar çdo darkë në televizor ata të cilët janë të njëjtë që kur isha unë fëmijë. Kur isha unë në 8 vjeçare, mbaj mend që analistë në këtë vend ishin këta që janë sot. Keni parë ju të emigrojnë ndonjë politikan nga Shqipëria? Jo, janë rregull ata. Keni parë ju të emigrojnë ndonjë analist? Jo, të njëjtët sikin poste në televizor aty, kanë 34 vite dhe ata nuk lëvizin. Çfarë bëjnë? Çdo darkë televizor i thonë shqiptarëve sa të këqij janë këta që duan të luftojnë këta që kanë 34 vite që u vjedhin. Pra, këta që kanë 34 vite që u vjedhin, kanë mëkatet e veta, po këta të rinjt nuk janë si duhet. Po pse? Po, nuk kanë cilësitë e dura, po dalë se janë doktor shkencash, janë me mastera shkencor, i kanë bërë shkollat në perëndim, janë me mastera profesional. Dakord, po diçka u mungon. Po dalë se këta janë njerëz që nuk kanë pasur një ditë as një ministri, as një drejtori, nuk kanë vjedhur njërin. Dakord, po diçka u mungon, nuk kanë ide, nuk kanë program. Ora ja ku e kanë programin, shikoje, janë vetëm që kanë program. Shikoje, e kanë shkruar, po nuk e bëjnë dot, është muhabet kot. Dhe çdo datë në televizor i bëjnë lavazh truri shqiptarëve duke i thënë, shiko, ky sistemi elektoral që ka Shqipëria, kështu siç është bërë me hile. Këta që janë e kanë bërë me hile që askush tjetër të mos i çaj dot. Po ju prap votoni këta që janë, se këta që vinë ja i morën 2, 3, 4, 5 deputet, çfarë do bëjnë me ato? Kështu që më mirë votoni këta edhe të vazhdojnë të lënë pa ilaçe, se kur vjen puna për të kërkuar ilaçet, do marrësh në telefon deputetin dhe do ja dish gjithë jetën për nder, por rëndësi ka që do vesh dhe do ta marrësh shërbimin. Kur të vi koha që të tiki fëmija në emigrim, nuk ka problem. Rroft partia edhe ec përpara. Dhe këta çdo natë në televizor flasin për hallet e shqiptarëve, ndërkohë që vetë jetojnë në resorte dhe vilat më të mira në Bregdetin shqiptar. Ndërkohë që rrogat nuk përputhen me cilësinë e jetës që bëjnë. Tani, ajo që unë dua t'u them ju është kjo. Miq, mos i dëgjoni. Punojnë me xhetona. Punojnë me para. Janë lavatrice psikologjike e njerëzve për të bërë shplarje të trurit. Sot është fakt që Shqipëria është vendi me pensionet më të ulta në Europë. Ky është fakt. Dhe mes atyre që kanë lënë Shqipërinë në këtë gjendje dhe nesh që duam ta ndryshojmë, ju duhet jeni me ne. Sot miq, është fakt që siç e tha dhe kolegu, ne nga 26 vjeç mesatare e popullsisë së moshës, në vitin 92 jemi në 42 vjeç sot duke u kthyer në vendin nga vendi me rinin më të madhe në vendin më të plakur të Europës. Ky është fakt. Dhe ju përballë atyre që e plakën Shqipërinë dhe nesh që duam të vinë dhe të transformojmë, duhet jeni me ne. Sot është fakt që mbi 2 milion shqiptar kanë lënë vatrat e tyre dhe është fakt që më shumë azil kërkues ka pas në Europë për mesatare popullsie nga Shqipëria se sa nga Siria që ka 14 vite në luftë. Ky është fakt dhe ne këtë duhet ta ndryshojmë. Sot është fakt dhe këtë ua them me bindje sepse kam bërë turin e diasporës që gjën më shumë shqiptar të Shkodrës në New York, në Bronx, se sa në Shkodër. Ky është fakt. Sot është fakt që po të shkosh në Detroit të Michiganit, gjën më shumë Pogradecar dhe Korçar se vetë në Korç dhe Pogradec. Ky është fakt. Dhe sot është fakt që ne, vendi me 2 dete, konsumojmë peshk për banor në vit, pra ham peshk për banor në vit, më pak se 80% e vendeve që nuk kanë fare det në Europë. Ky është fakt. Dhe është fakt që ne sot kemi në Ballkan rrogat më të ulta të administratës
se të gjithë vendet e tjera. Dhe ky është fakt, dhe të gjitha këto nuk ndryshohen duke ndënjur me ata që e thonë Shqipërinë në këtë pikë. Po bëhen dhe ndryshohen me ata që synojnë të ndryshojnë. Dhe unë po ju them ju këtu. Ajo që duhet të vrasim është frika. Shikoni miq çfarë ndodh. Mendojnë në përditshmërinë tuaj. Një njeri thot kam frikë të flas se nuk më japin legalizimin, më prishin shtëpinë pa leje. Një tjetër thot kam frikë të flas se më heqin kempin. Një tjetër thot kam frikë të flas se më heqin fëmijën nga puna apo më heqin gruan nga puna. Një tjetër ka frikë të flas se nuk i japin certifikatën e tokës bujqësore që kanë 34 vite që ja tundin, po nuk i japin 7501. Një tjetër merret me fugon apo ka një punë apo një biznes caktuar dhe ka frikë nga tatimet. Një tjetër do të vendos çatin në shtëpi dhe ka frikë se nuk i japin lejet për të rikonstruktuar çatin dhe nuk flet. Dhe çfarë ndodh? Frikë për atë, frikë për këtë, frikë për atë, frikë për këtë, vjen dita që ky njeriu që kish frikë të fliste se duhet të rregullonte çatin, e lë fare shtëpinë dhe ikën në emigrim. I lë prindrit këtu dhe ikën në emigrim. I lë varret e të parëve këtu dhe ikën në emigrim. E lë gjithçka këtu dhe ikën në emigrim nga frika që kishte të luftonte këtu për të drejtën, për të vërtetën. Ndaj ne duhet vrasim frikën. Dhe ju lutem mendoni. Ju lutem mendoni. Ju lutem me gjithë shpirt për këtë. Mendoni. Në 12 maj, para mendoni nëse klasa aktuale politike sërish doja dalë me gjithë të korrupsion, me gjithë këtë luftë që po i bën drejtësisë, me të gjitha këto që ju po shikoni, sërish doja dalë ta kapërcej dhe qytetarët ta mbështesin me votë. Çfarë do të ndodhë në 12 maj? Do të ndodhë që 20 vitet që vinë, apo 30 vitet që vinë, asnjë tjetër nuk do guxojë më të dalë përballë tyre, sepse të gjithë do të thonë që e provuan këta djem me shkop, e provuan këta njerëzit që sakrifikuan dhe populli i la në baltë. Po ata që do të mbajnë pushtetin, çfarë do të thonë? Ata do të thonë, nuk ka problem. Vidhi shqiptarët se prap të votojnë. Jepua pensionet më të ulta në Europë se prap të votojnë. Largohua fëmijët në emigrim se prap të votojnë. Lëri pa ilaçe në spitale se prap të votojnë. Lëri pa shkolla se prap të votojnë. Rrihi, dhunoi, te hau i vet se prap të votojnë. Dhe ata do të kenë të drejtë. Ndaj, kjo nuk është çështje për të çuar Amelin, Meritën, Mirjanin, Emeras, po i ndaj në parlament. Absolutisht jo. As për të çuar Adriatikun me panon. I binim shkurt në venin me ata. Por kjo është çështje për të dhënë një mesazh e një model ndryshe, sepse po dështuam ne, nuk dështojmë ne, dështon shoqëria. Po dështuam ne kësaj here, mesazhi për gjithë do të jetë ose ik nga ky vend, ose bëu me ata po ke mundësi dhe shtypi këta të tjerë që kanë ngel këtu, se nuk e meritojnë ndryshimin. Dhe ne këtë duhet ta ndryshojmë. Dhe mendojeni që kjo nuk është një luftë e lehtë, miq. Jo, sepse ti, kur them ti, se cili nga ne në të vetën, nuk guxon dot të kërkoj certifikatën e pronës, se dhunohet. Nuk kërkon dot të vërtetën, se dhunohet. Nuk i bëhet drejtësi, se dhunohet. Eksakt. Tani, kur secili nga ju nuk lufton dot i vetëm për hauin e vet drejt për drejt. Po ne që i kemi vënë gjoksin dhe po u dalin përballë, e imagjinoni për një çast çfarë lufte na bëhet dhe çfarë kërcënimesh na vijnë? Për këtë arsye, unë ju kërkoj përullësisht. Shumë më thonë mos e bëj Adriatik se dukesh i dobët. E bëj sepse dua që populli im të më shonë në sy dhe ta kuptoj që ne këte kemi luftë për të ngadhënjyer. Luftë për ilaçe të spitale, luftë që mos iki më. Dhe unë nuk kam turp t'i lutem popullit tim, sepse dua që në 12 maj të mos kem asnjë pishmend më, të mos i them vetes Adriatik të kishe bërë dhe këtë, të ishe përpjek dhe pak më shumë, ama mendoni sikur në 12 maj të çahet sistemi, të lind dielli, të lind shpresa, në parlament të shkoj një ekip i madh i ri, i cili nuk pranon të bëj pazare për të marrë pushtet për 5 ministri, 20% të administratës,
por e çon vendin në zgjedhjet parakohshme për të luftuar ata që sot kërcënojnë ju, për të luftuar paratë e drogës që blejnë votë, për të luftuar tatimorët të cilët kërcënojnë njerëzit që bëjnë biznes, dhe më në fund, përmes një qeverie tranzitore, ta çojmë vendin shumë shpejt në zgjedhjet parakohshme, të lira, demokratike dhe më të mirë të na udhëheqin, dhe Shqipëria të fillojë të marrë rrugën e kthimit drejt majave më të larta ku i takojnë. Ne mundemi, populli jon mundet, çdo popull në një moment mund t'ja dalë. Do jap dhe dy shembuj dhe nuk do zgjatem, pastaj vazhdoj me prezantimin e kandidatëve dhe bashkëbisedimin. Janë disa vende që fëmijët tuaj sot ikin, apo dhe ndodhen sot, që ne mendojmë që kanë lindur vende të pasura, kanë lindur vende të zhvilluara. Pra kur një shqiptar niset në emigrim dhe shkon në Suedi, mendon që Suedia ka qenë gjithmonë kështu, jo, ka qenë një vend i varfër. Nuk është kjo që është sot. Kur një shqiptar i thua Singapori, mendon një vend shumë të pasur, njerëz me kompjutera, njerëz të zgjuar. Në fakt vetëm më parë, në vitin 1959, Singapori ka qenë vendi i tretë më i varfër i botës, i treti më i varfër i botës. Sot është vendi i tretë më i pasur i botës. Pse ja doli? Sepse ata u bën bashkë në një moment dhe thanë, po ne mundemi. Kur ju dëgjoni Korea e Jugut, ju thoni vendi i teknologjisë së lartë, të celularëve, të makinave, të anijeve, një vend i zhvilluar botror, pas luftës dytë botërore ka qenë vendi nga më të varfrit në botë, mos të më i varfrit në botë. Po pse ja dolën? Se u bën bashkë, dhe unë këtu po ndalem për ta mbyllur fjalën time. Nuk është çështje gjenetike. Nuk është çështje e paaftësisë së një populli. Korea është rasti tipik. Korea është e ndarë në dy shtete. Janë i njëjti popull. Korea e Veriut në veri, Korea e Jugut në jug. Për shkak të gjeopolitikës janë ndarë në mes afërsisht. Korea e Veriut hedh raketa në hapësirë, por njerëzit jetojnë me rrënjë preshi. Dhe janë një nga vendet më të varfra në botë. Ndërkohë Korea e Jugut punojnë, kanë një sistem demokratik, kanë garë, kanë meritokraci, nuk kërcënohet biznesi, nuk kanë ikje të rinis, pra kanë liri, dhe janë një nga vendet më të pasurat të botës. I kanë të ardhurat në raport me Veriun mbi 40 herë më të larta në vit. Pse ka ndodhur kjo? Është i njëjti popull. Tezja në veri, nipi në jug. Halla në veri, mbesa në jug, se kështu nda kur nda. Siç na ndan ne me Kosovën dikur. Ata në veri vuajnë për bukën e gojës, këta në jug janë nga më të begatët në botë. Pse ka ndodhur? Vetëm si pasojë e sistemit dhe pano me të drejtë tha. Lufta jonë nuk është për të marrë ca deputet. Lufta jonë është për të çarë sistemin e pastaj për ta shëmbur sistemin. Ndaj ju kërkoj besën tuaj për këta djemë dhe vajza që përfaqësojnë filozofinë tonë. Ne kemi këtu, jemi munduar përmes vullnetit shprehur të lirë të sjellim djemë dhe vajza të cilët nuk i kanë hyrë në hak Shqipërisë, të cilët nuk e kanë vjedhur këtë vend. Dhe ne kemi këtu, se po e nis nga me e pjekura në mosh, zonjën Merita Bekteshi, e cila është një zonjë që unë e kam njohur shesheve të Tiranës kur vinte për të protestuar që nga Shkodra për çdo kaos civile. Është nga familjet e mëdha të Shkodrës që janë bërë padrejtësi, ish pronar të mëdhenj, dhe është një zonjë që merret me biznes prej vitesh. Kam këtu Senada Agović, kam këtu Amel Pervizin, kam këtu Shqyqyri Curin, e djali zonës, kam këtu Mirjan Gjelaj, kam këtu Gazmir Mehmetaj, kam këtu dhe Edra Vito, psikologe, klinike. Mos harrova ndonjë?